Motër e dhënë biznes. Yes. Sa lehtë edhe njëkohësisht sa e vështirë është, sepse ne shqiptarët kemi këtë stereotipin ose këtë mitin që mos bën biznes me familjarët. Në fakt, ne jemi dy persona që sikur jemi një. Pra, nëse do thrasësh motrën time këtu, pak a shumë do të të njëjta gjëra se ne si kam thënë unë. Sepse aq shumë kuptojmë, aq shumë duhemi dhe është aq shumë edhe vështirë njëkohësisht. Pse? Po sepse motra është në gjërat më të mëdha akoma. Okay. Pra, edhe ajo ka ndikuar shumë tek mua sepse kur Valbona fliste për trajnime dhe deshet bënte trajnime, unë i thoja, unë nuk kam kohë të bëj trajnime, pra unë do kisha vënë të kapja një kontratë. Se ishim dy persona pak të kundërtën. Është më e madhe pak si mua dhe ajo më ka futur në këtë botë dhe ajo më ka bërë dhe e them me plot bindje që jam ky që jam sot edhe pse unë kam marrë të rrugë që bëj trajnime. Dhe akademin kur e hapi unë kam qenë kontra, thoya jo, ç'a akademi, kemi Alpastrimi, kemi Alp Solution, mos u merr me gjëra të tjera. Po ja që ishin tre gjëra që plotësonte puzzle-in që ne sot jemi njerëz të njohur në treg dhe të suksesshëm na thon nga jashtë, se unë e shoh vetëm time parkoja makinën diku e lëvizja në këmbë, njëta gjë vazhdon edhe tani. Pra nuk është se ka ndryshuar gjë me mua, thjesht punoj dhe jam i lumtur edhe që bëj.